Në një fshat të qetë, në një shtëpi të vogël me obor të mbjellë me lule, jetonte një nënë e moshuar e cila kishte rrit 3 vajza një djalë. Djali, më i vogli, ishte zemra e saj. Për të kishte derdhë djers, kishte punuar ditë e natë, vetëm që ai të kishte një jetë më të mirë. Pas disa vitesh, djali u martua. Gruaja e tij ishte e re, e bukur, por me kalimin e kohës filloi me tregu një anë tjetër, një anë që askush se priste. Nuk e respektonte nanën e burrit. Nuk e pyeste as për bukë, as për rroba, as për asnjë send. Në fillim, nana mendonte se le ta kuptoi vetë me kohë, s'du mi aprish marrëdhënien me djalin. Por koha kalonte, e gjendja vetëm se keqësohej. Nusja e djalit, reja e saj, vazhdonte të sillej në mënyrën më të keqe të mundshme. Një mëngjes, motrat e djalit erdhen për vizitë. E gjetën nanën në kuzhinë, me duar që i dridheshin duke gatuar vetë bukën e shtëpisë. Avulli i bukës përzihej me lotët që i rridhnin ngadalë në faqe. Nan, çka po bën vetë këtu? E pyeti motra madhe, me zërin që i dridhe nga malli dhe mlevi. Po e përgatis bukën bi. Kunata juaj nuk ka kohë, thot është e lodhur, tha nana me një buzëqeshje të lodhur. Motrat u shikua me zvete, zemrën e ngushtua. Ajo s'ka kohë? Po ti nan që me zi po qëndron në kam, a ke kohë? Tha vajza dytë e saj. Mos u mërzitni, bijat e mia. Krejt kalon, unë jam mësu me dhimbje, i ja ktheu nana me një zë të butë që të dredh të shpirtin. Atë mbrëmje, kur djali u kthye në shtëpi, motrat vendosën me qëndru pak më gjatë. E pritën kunatën me një fjalë të qetë, por të drejtë. Vëllai ynë punon ditë e natë. Nana jonë me zim bahat në kamp, e tja zbukën s'po ja përgatit. As nanën se pyet. A rën se fala saj je sot nën këtë kulm? I than ato. Kunata u ofendua, fillojt me bërtit, por motrat nuk ja kthye me fjalë të këqija. Vetëm nana foli. Mos i qërto vajzat e mia, bija ime. Ato veç zemra u dhemb. Unë s'kam kërkon gjë veç pak respekt. Bukën e bëj vetë, se dua që të mos mungoj në shtëpi, por dashurin ajo mungon tash më shumë. Djali heshti, nuk dinte as çka të thonte. E pa nanën e lodhur, duart e rrudhura, sy që flisin më shumë se fjalët. Atë natë nuk fjeti. Në mëngjes u ngrit herët, shkoi në kuzhinë dhe i tha gruas: nëse nëna jem s'ka vend këtu, ason nuk do të kem vend më në këtë shtëpi. Pastaj ul pra nanës dhe i mori duart në duart e tij dhe tha: Nan, me falë që nuk e pash më herët. Prej sot, ti s'ke me ba buk vetë. Bukën në kësa shtëpije ke me hangur me dashni. Nana qeshi lehtë e tha: birë, s'me dua ta zbuka, veç me pa që dashnia s'u largu prej kësa shtëpije. Veç me ditë që reja jeme e nusja jote nuk me ofendon dhe nuk me rëndon me fjalë. Atë që ka mundëm me përgadit vetë, do e bëj. Por, atë që s'mundëm, kam nevojë të më ndihmosh, të paktën ti, o biri im. Cili është mesazhi i këtij tregimi? Respekto prindrit, se bekimi i tyre mban shtëpinë. Mos e lë nënën të vjetër të bëj atë që duhet ta bësh ti, sepse çdo kafshat që ajo gatua me dhimbje, është një lot që bie mbi jetën tënde. Andaj, kujdesu mirë për prindrit.